Realisht jam shumë i kënaqur, është një diçka që e kena merituar, nuk është se ne e morëm padrejtësisht, është një fitore që mund ta bashim edhe në Çipër, ndoshta me 2-3 gjana të vogla, sepse edhe aty kena luajtur shumë mirë, kena humbur jashtëzakonisht shumë raste. Ndërkohë që e ndërlikum pak neshin e kthimit, por unë jam shumë i lumtur për vajzat, këto vajza e meritojnë. Këto vajza kanë dhënë shumë për këtë futboll dhe po japin akoma shumë dhe unë jam shumë krenar për vajzat që kam. Realisht grupi B është grupi i vështirë tash, nuk është më edhe është shumë na duhet shumë punë për të qenuar te ky grup. Do mendojmë që të afrojmë edhe vajza të tjera, po jemi në vëzhgim. Shpresojmë që 2 neshe që kemi në Turqi të kemi një pjesë të këtyre vajzave që ne kemi biseduar dhe do e shohim atje të neshe që kemi atje se sa të vlefshme janë për t'ju bashkangjitur grupit dhe për ta bërë grupin më cilësor sepse dim që na presin neshe shumë vështira. Po ajo që ishte kryesorja dhe ne që e kërkuam gjatë gjithë lojës ishte grinta. Dhe kjo është një diçka që na karakterizon dhe na mungoi realisht neshin e parë. Sot luajten me atë grinjë që din vajzat, luajten me atë dëshirë që kanë për ta fituar neshin dhe dolëm aty ku doshim ne të loja, besoj që ishte edhe një lojë pëlqyeshme edhe për njerëzit që ishin në stadium.